Përshëndetje miq të Balkan Sunrise. Në episodin e sotme kemi një ftuar shumë special. Ajo ka ndërtuar një karrierë në balet dhe nuk është vetëm një balerinë e talentuar, por është edhe një mësues baleti. Jemi shumë lumtur të mirëpresim sot në studion ton Dajana Filipaj. Mirë se erdhi Dajana. Mirë si u gjeta Nik. Faleminderit shumë për ftesën dhe jam shumë e lumtur që jam sot këtu. Dajana, ti je lindur në Lezhë ose në Tiranë? Në Lezhë. Okej. Ne kemi shumë të rinj që janë duke ndjekur këtë episod edhe dëshirojmë të dëgjojmë pak nga ana jote. Si ke zhvuluar ti këtë talent edhe si ke gjetur këtë pasion? Atëherë, pasioni im për baletin ka nisur që kur isha shumë e vogël, që kur unë hyra në një studio baleti, unë gjeta një qetësi, gjeta një paqe në zemrën time. Baleti pastaj u bë më shumë se sa një hobi, u bë, si të thua, thirrja ime, edhe si një 22 vjeçare që drejtoj edhe zotëroj 2 studio baleti, është një gjë shumë e mirë për mua, por që është edhe një përgjegjësi shumë e madhe për mua. Kur kërcej, ajo që më frymëzon më shumë është që ky talent patjetër është dhurat nga Perëndia, edhe si e kështer, besoj fort se aftësitë tona na janë besuar për një qëllim. Sa herë ngjitëm në skenë, e shoh si një mënyrë për ta nderuar atë përmes lëvizjes patjetër. Ma trego pak për shembull sfidat. Janë disa që ta ndjek ti ose dikë tjetër që punon në këtë industri, balet, media ose fushat të ndryshme, edhe mendojmë që gjërat do të ndodh shumë shpejt. A ke taku disa sfidet kur ke filluar këtë karrierë? Po. A kishe ti momentet që ti ishe gati me dorëzu? Po, absolutisht, patjetër. Gjithmonë ka pas momente në skenë kur unë jam ndjerë e mbi ngarkuar, e lodhur fizikisht apo e sfiduar emocionalisht, por pikërisht në ato momente unë kam përjetuar një paqe shumë të thellë. Lutisha në heshtje e para se të dilja në skenë, edhe kam mësuar se forca e vërtet nuk vjen vetëm nga përgatitja, por patjetër vjen nga besimi. Këto përvojë më kanë mësuar për ulësi, më kanë kujtuar se suksesi nuk është vetëm duar trokitje apo arritje, është rritje, këmbgulje dhe besim tek Zoti, edhe kur ndihesha e brisht edhe e pasigurt në vetvete. A ka momentat për shembull që, sepse janë disa njerëz që mendojnë që unë do të bëj këtë, do me thonë, biznis ose këtë karrierë sepse unë dua të fitoj shumë lekë, dhe kjo është një mendime që shumë të rinj e kanë tani, dua të fitoj më shumë. A ke ndërtuar këtë karrierë në balet duke menduar që do të fitosh shumë? A kishin momentat që ti ke menduar unë do të vendos këtë vetëm sepse më pëlqen edhe nuk i di çka do të ndodhë në të ardhmen, por unë dua të bëj këtë? A është këtë një pasion që duhet për një njeri që don të fillon këtë karrierë? Ose duhet gjithmonë të motivon vetëm në anën financiare? Si është për ti këtë? Si ke përpyth për shembull këto interesi financiar edhe pasioni jote? Sepse unë po mendoj unë që këtë është më shumë si një biznis, është një pasion për ti, po si ke menduar në këtë aspekt? Nuk të ka pyetur nëna, babi, të gjitha, haj, çka do të fitosh ti me baleti? A do të bësh ti një gjë? Provo, bëhet menaxher ose shko edhe bën një biznis. Si ke përgjigjur për këto sfidat? Njerëz të kanë pyetur. Unë mendoj që jo, domosdoshmërisht është diçka që unë e bëj për anën financiare, dhe të bësh mësuese baleti në një moshë kaq të re, patjetër ka të tjerë që mund ta bëjnë që të fitojnë lek, por si një mësuese baleti që jam kaq e re, mendoj që e ka formu karakterin tim në një mënyrë që unë nuk imagjinoja dot, edhe unë nuk është diçka që unë e bëj për anën financiare. Është diçka që unë patjetër e kam pasion që e vogël, siç thash, por jo, nuk më ndikon fare anën financiare me studiot e mia të baletit. Do me thënë, kjo është një këshill shumë e mirë për njerëz që të ndjek ti ose dëgjon këtë, që unë po mendoj që është rëndësishme financat, por nuk duhet të na dikton të gjithë jeta.
sepse kanë shumë të rinj që kanë një pasion, kanë aftësi, edhe nuk e përndjek, nuk e bën sepse mendon unë nuk do të fitoj asgjë, unë nuk do të fitoj lekë nga këtë. Ti ke përmendur disa herë fjala lutjes, fjala besimi. Dana, çfarë besimi ke ti? Çka është besimi për ti? A ka ndodhur një gjë në jetën tënde që të ka ndryshuar vizioni i besimit ose është? Po, ka pas periudha sfiduese për mu, që më kanë afruar më shumë me besimin tim. Ka pasur përgjegjësi edhe madje dyshim në vetvete, sidomos unë që jam kaq e re, domethënë, edhe shpeshherë ka pas edhe momente kur unë kam pyet veten tim a jam mjaftueshëm me aftë për këtë. Okej. Por pikërisht ato momente të vështira kanë filluar marrëdhënien time me Perëndin. Si e kështër besimi im është personal, ka mësuar t'ja paraqes atij frikërat edhe vendimet, me anë të lutjes, patjetër siç e thash. Në vend që të mbështetem vetëm në forcën time, unë patjetër mbështetem në forcën e atij. Ato sezone që unë kisha shumë të vështira nuk më dobësuan besimin, por e rritën atë, e fuqizuan atë. Dana, a gjen besimit nëpërmjet sfidat? Po. Shumë njerëz janë duke menduar që sfidat më largohet nga, domethënë, besimi, që unë nuk kam kohë për besimi kur kam mungesat financiare ose problemat, le me Zoti. Por fakti është që po besojnë që Zoti don me ardhur në jetën tonë në momentet të vështira. A don të ndash me ne një moment që ti ishe pa shpresë edhe duke menduar që jeta nuk ka sens më shumë, edhe i ke gjetur në atë moment një fuqi, diçka mrekulli që ka ndodhur në jetën tënde? A ke një moment veçantë? Unë patjetër kam pas. Një gjë që do veçoja, pa përmend histori, domethënë, do veçoja shumë ditën e pagëzimit tim, si një mrekulli në jetën time. Domethënë ishte atë moment që Zoti të ka ndryshuar jetën? Po, që më ka ndryshuar Zoti jetën komplet, domethënë, edhe më ka dhënë shpresë patjetër, edhe çdo gjë çfarë ndodh në jetën time, patjetër unë kam sfida akoma. Po. Gjithkush ka. Por mendoj që Perëndia nuk na i sjell kot sfidat edhe ka një arsye pse. Patjetër për t'i besuar atij më shumë, për t'ia dorëzuar gjitha gjërat atij. Për mua një sfidë që ishte pak të vështirë në jetën time, ishte momenti që ati im ka ndru jeta nga leukemia në mosha 54. Problemi ishte që ai kishte 54 vjet, ende goxha unë nisha duke pritur disa gjërat nga babi im në jetën time. Sepse babi im ishte shumë i ngarkuar, shumë i zënë, dhe asnjëherë nuk kemi qenë në pushim. Ne asnjëherë nuk kemi bërë një pushim. Unë me babi, me nëna, me familja, vetëm punë. Gjithmonë ishte vetëm punë. Edhe në atë verë kemi planifikuar në pushim. Thash në maj, korrik, do të bëjmë një pushim. 5 muaj më herët ndryhet. Ishte një moment që unë isha shumë sfiduar në zemrën time, do me thonë këtë ka ndodhë, unë ndjeva braktisur, ndjeva vetëm, por unë kuptova që Zoti, pamje im edhe mendimet mia për Zoti, tani ishin më ndryshme. Pse? Sepse unë kam gjetur një paqe në Zoti, që nuk i kam ditur që ekziston në Zoti paqe dhe hir për me përballuar këto sfidat. Deri atë moment unë kisha një eksperiment me Zoti, por në momenti që ka ardhur ajo sfidë, unë e kuptova që Zoti ka më shumë mëshirë, më shumë hir, më shumë paqe, më shumë fuqi. Edhe unë po mendoj që çdo sfidë që ne kemi në jetën tonë, na sjell një zbulesë e re për dashurinë e Perëndis për ne. Tani, dua të pyet Dana, çfarë vizion ke për të ardhmen? Si shikon ti jeta jote këtu në Shqipëri? Si një student shqiptar që ke shumë eksperiencë, që ke shumë gjëra që duke bërë këtu,
Do me thonë, si shikon jeta jote këtu në Shqipëri, çfarë vizioni ke për të ardhmen? Përveç studieve të baletit, do me Po. thënë, një vizion tjetër që unë kam, patjetër kur të mbaroj shkollën, edhe normal kur zoti do, unë nuk dua do me thënë të bëj më një kurs baleti për fëmijë, do me thënë duke mësuar balet klasik, këto gjërat kështu. Unë kam qef të hap një praise club, që është vetëm për worship, që është vetëm dance worship, që është vetëm për të kërcyer me kënga adhurimi. Për momentin këtë kam. Kjo është një ide shumë interesant, edhe unë shpresojmë që mendimi nga Perëndia do të ndodh. Diana, nëse ke një këshill për studentat, për të rinj që ka nevojë për një shpresë, ka nevojë për një moment që ndjehet jam tani në fundit i fuqi, nuk e shikoj as një drejtim. Nëse ke një këshill për ata, 2-3 këshilla, disa gjëra që mund të ngri frymën e tyre, zemrën e tyre. Unë e them gjithmonë edhe vazhdoj ta them për çdo njeri, edhe në shoqërinë time e them gjithmonë. Fjala vetme që unë them është pa Zotin nuk bën dot asgjë. Edhe është një inkurajim shumë i madh. Si mendon se arti përmes trupit dhe lëvizjes mund të pasqyrojë dashurinë dhe mirësinë e Zotit dhe në frymëzim të tjerët të ndjekin rrugën e besimit? Si mendon ti? Unë besoj se arti pasqyron bukurinë e krijuesit, edhe trupi i njeriut, lëvizja, shprehja, edhe të gjitha janë pjesë patjetër e krijuesit. Përmes baletit mund të komunikojmë emocione si dashuria, sakrifica, shpresa, pa e thënë asnjë fjalë, domethënë vetëm me lëvizjet e trupit. Nëse dikush sheh një performancë time që ndjen paqe, ndjen frymëzim apo shpresë, kjo është diçka shumë e fuqishme për mua. Për mua baleti nuk është i ndarë nga besimi, përkundrazi është i lidhur me të shumë. Qëllimi im nuk është vetëm të ndërtoj studio të suksesshme, por të krijoj ambiente ku jetohen çdo ditë ekselenca, mirësia, integriteti dhe besimi. Nëse rrugtimi im frymëzon dikë t'i besoj Zotit me dhuntit e veta, atëherë kjo vlen më shumë se çdo titull apo çdo arritje që unë kam deri më sot. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kjo mendimet është një mendimet të reja dhe interesant, edhe unë shpresoj që njerëz do të marrë, do me thonë, esenca i këtë fjalë. Diana, faleminderit shumë që ke ndafë me ne rrugëtimin tënd dhe mënyrën se si baleti lidhet me besimin dhe në jetën tënde. Historia jote është vërtet frymëzues dhe ju miq tan, faleminderit që në ndoqët, qëndroni të frymëzuar, ndiqni pasionin tuaja dhe shihemi në episodin e radhës të Balkan Sunrise. Edhe mos harroni asnjëherë më shtrejt gjërat që ne kemi nevojë, ne nuk kemi lek për të pagojmë për ata. Edhe ato gjërat janë dhuruar nga Zoti krijuesi jon. Bekime.